Cili është haku jot ndaj komshiut tënd? Haku jot ndaj komshiut tënd është të mos i bësh dëm atij, të sillesh mirë me të, ta ndihmosh kur ka nevojë, të mos ngopesh kur ai është i urritur, ta ruash nderin dhe sekretet e tij, të mos e përçmosh apo tallësh, të mos e shqetësosh në zhurma, të marrësh pjesë në gëzime dhe në hidhërime, ta durosh gabimin e tij, të lutesh për të në mungesë të tij. Cili është haku jot ndaj komshiut tënd? Haku jot ndaj komshiut tënd është të mos i bësh dëm atij, të sillesh mirë me të, ta ndihmosh kur ka nevojë, të mos ngopesh kur ai është i urritur, ta ruash nderin dhe sekretet e tij, të mos e përçmosh apo tallësh, të mos e shqetësosh në zhurma, të marrësh pjesë në gëzime dhe në hidhërime, ta durosh gabimin e tij, të lutesh për të në mungesë të tij. Cili është haku jot ndaj komshiut tënd? Haku jot ndaj komshiut tënd është të mos i bësh dëm atij, të sillesh mirë me të, ta ndihmosh kur ka nevojë, të mos ngopesh kur ai është i urritur, ta ruash nderin dhe sekretet e tij, të mos e përçmosh apo tallësh, të mos e shqetësosh në zhurma, të marrësh pjesë në gëzime dhe në hidhërime, ta durosh gabimin e tij, të lutesh për të në mungesë të tij.